Si ka mesazhi juaj për fund në prag të kësaj proteste? Uh, Si Në ushtarak, fillim, si në fillim ish unë komandant Hoxhës. e thash që ky popull në tëndësi është liridashës, e ka dashtë lirinë, e don vendin e vet, e don kombin e vet. Ndonë se trishtia më e madhe e këtyne tjerëve që nuk e don, duket ka njëherë sikur populli nuk është shumë interesuar, po jo, populli është interesuar. Dhe kjo është një rast dhe një moment që duhet ta dëshmoj edhe në praktik. Mu vjen mirë që në Republikën e Shqipërisë dhe në kuvendin e saj u miratu një rezolut në mbështetje të kësaj proteste, po ashtu gjeti një mbështetje të jashtëzakonshme edhe mbrana lidershipit politik në Kosovë këtu në përgjithësi, liderëve politik në veçanti shumicës, ndonë se do të duhet të ishin jo të shumicës, po 100%, përjashto listën sërbe, e cila edhe ashtu është deklaruar kundër shtetit dhe Republikës të Kosovës, tjerët është dashur 100% ta mbështesin këtë protestë dhe të tregojnë që interesat politike në raport me interesin e kombit duhet të lehen anash. Prandaj shfrytëzoj rastin që kushdo që e sheh këtë emision ta kuptoj që dalja në protestë nuk është dalje vetëm për ata që janë në Hagë atje, po është dalje për forcimin e Republikës të Kosovës, shtetit të Kosovës, forcimin e themeleve të këtij vendi si një shtet i ri demokratik i cili me shumë gjakë sakrificë erdhi deri këtu dhe të kuptohet që ky shtet është pronë e gjithë neve që jetojmë këtu. Prandaj për pronën tonë duhet të angazhohemi të gjithë. Edhe sikur të ishin vrarë krejt 10-12.000, 13.000 ushtarë të QK-s, nuk ish bën namin kuptimin individual. Por tani, kur jemi në këtë moment edhe në këtë situatë çfarë jemi sot, është tepër e rëndësishme të dërgohet mesazh që secili prej nesh është i vlefshëm për këtë vend, sepse secili prej nesh është pjesë e secilit shqiptar që sot e gëzon këtë liri.